kemi qenë kundër qysh kur është flik që themelohet kjo gjykatë. Vazhdojmë të kemi njëjtin qëndrim, do të thotë kemi qenë kundër, jemi kundër, edhe nuk i besojmë kësaj gjykate, sepse kjo gjykatë me punën e saj prej që është themeluar deri sot na ka lënë me kuptues se është gjykatë e njanshme, edhe i friksohem edhe verdikti përfundimtar që mund të jetë i njanshëm apo i ndikuar politikisht, përndryshe nëse do të ketë drejtësi, nuk ka prova të mjaftueshme që bashkëluftarët tonë mund të gjykohen apo eventualisht të dënohen me këto prova fabrikuara që janë marrë konkretisht nga prokuroria sebe prej gjykatës speciale. Në fakt prej prokurorëve ne nuk presim diçka tjetër, prokuroria gjithmonë ka më kërkuar një gjë të tillë, po ne po besojmë fuqishëm që edhe deklaratat e dëshmitarëve mbrojtës që kanë qenë të gjithë po ndërkombëtar në këtë rast amerikan, me të cilët neve që kemi themeluar shtrinë të Kosovës, pastaj edhe kemi zhvilluar luftën me ta, edhe kemi ndërtuar shtetin me ta. Besojmë që kanë me pas peshën e vet, edhe gjykata në këtë rast nuk ka më ra në këtë provën e prokurorisë apo në këtë kurthin e prokurorisë që e ka ngrit, edhe po besojmë që ka me marrë një vendim i cili ka me qenë i drejtë për ne, edhe ka një farë forme, ka me tregu ose ka me vërtetu e pafajësinë e bashkëluftarëve tonë, edhe luftën, pastërtinë e luftës tonë për shtërem.